Kuptimi racional, qeveri e re, buxhet i ri. Kjo do duhet të ishte. Por nga ana politike, jemi të bindun dhe qëndrimi jonë është që kjo është krejtësisht, si me thonë, lëvizje politike. Këto lëvizje po bëhen për shkak të zgjedhjeve potenciale në një të ardhme shumë të afërt dhe po bëhen për, në thojza po e themi me vazhdimsi për blerje votave. Pse po konsideroni për blerje votave? Pra ai është buxhet i gjithë shtetit. Sepse ne nuk e dim si është i orientuar ky buxhet. Pra interesi ynë i parë është me e pa orientimin e këtij buxheti. E ne kemi, si me thonë, idetë tona se si do të orientohet ky buxhet. Se ato e pam edhe në atë fjalimin e Zotit Kurti në Kuvend të Kosovës, kur e prezentoi edhe qeverinë e re të tij. Ato e pam ne. Pra, ku besoni se është orientimi, pra fokusi buxhet i cili u tha aty do të tentojmë me i rrit prap këto si me thonë ndihmat sociale, do t'japim fonde për nënat Lehona, që është krejtësisht e drejtë dhe e qartë për situatë tjetër, jo në situatë para zgjedhjeve dhe siç edhe po e bëjnë në vazhdimsi. Pra sa herë ka zgjedhje këta dalin me një fushat të tillë, që është klasike blerje votës para zgjedhjeve, është keq përdorim i zyrës. Në çdo vend tjetër evropian demokratik, kjo ishte konsideruar si keq përdorim i zyrës për të ble votën në indirekt, për të ble votën në formë indirekte. Kështu i dhanë edhe fondet për studentët. Apo jo? Absolutisht. Shiqoni, para zgjedhjeve kjo së paku duhet me pas një etikë politike. Para zgjedhjeve nuk bëhen lëvizje të tilla të keq përdorimit të zyrës. Këta vetë i kanë kritiku qeveritë e kaluara në vazhdimsi. Vetë i kanë kritiku. Qysh qeveritë e kaluara për zgjedhje edhe për hir të fushatës zgjedhore i kanë rrit këto skemat sociale ose kanë shpërnda fonde e para për shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ato kritika që i kanë bërë të njëjtën gjë dhe mënyrë edhe më të vrashtë dhe më agresive janë duke e bë vetë. Megjithatë, çështja e buxhetit, pra, ose zoga jo jeni vetë për kësaj ilhamie, pra këtij profesioni, është çështje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ekziston një varë rreziku që po nuk më miratohet buxheti, potencialisht shkohet zgjedhje, legjislatura do të shpërndahet, pra kjo e tanishmja, maksimumi që mund të përdoret buxhet nëse s'ka bëj është fundi i marsit të vitit të ardhshëm. Deri në pranverë. Por shikoni, në parim, ne e themi në vazhdimsi. Qeveri e re, buxhet i ri. Nuk ka logjik racionale as ekonomike një qeveri e cila është në ikje, është në detyrë, është duke dorëzuar detyrën, sepse ka pasur zgjedhje të reja dhe do të ketë zgjedhje të reja. Një qeveri në ikje me e përgatit një buxhet të cilin ka me implementu një qeveri e re e cila vjen ndërkohë. Pra, në kuptimin racional, qeveri e re, buxhet i ri. Kjo do duhet të ishte. Tani ne do të me analizu afatet kohore, në qoftë se zgjedhjet ndodhin relativisht shpejt, shembull themi në muajin dhjetor, atëherë ka kohë me u votu buxheti i Kosovës. Për këtë arsye, po nis për kësaj praktikës para prakës ose zogaj nuk ka kohë. Takimi me presidentin do të jetë shumë me rëndësi. Dhe takimi me presidenten i sqaron edhe shumë prej këtyre më dyshjeve ose pikpyetjeve që i kemi. Aty tek presidentja mundet me u diskutu edhe tema e buxhetit, edhe data e zgjedhjeve, edhe ideja e mandatarit dytë që është akoma në tavolinë dhe që është akoma në afatet kushtetuese. Por kjo afat po rrjedh, pra, ose zovaj, se tashëm ka prej të djeles kur është votuar qeveria Kurti 30 dështoj, pra sot është e mërkure, kanë kaluar 3 ditë. Rrjedhimisht i bie që ai afati 10 ditor ka ngelur edhe në 7 ditë. Presidenti është jashtë vendit dhe a ka rrezik pra që nuk në afatet shkurta kohore as nuk mund të bëhen çdo negociatat, të cilat edhe po i përmendni jo që ju po thoni që për buxhetin mund të diskutohet tek presidentja. Presidenca e lëshoi një deklaratë ku tha që ftesa ndaj partive politike do të bëhet brenda afateve kushtetuese. Andaj të gjithë ne jemi në pritje të ftesës presidentes,
ndaj partive politike, ku do të diskutohen krejt këto tema. Kyqe. Krejt këto tema. Edhe temat tjera, për shembull pakoja evropiane dhe ligjet të cilat presin e që janë në pritje me i votu kuvendi, munden me u diskutu në atë tryez, ku ne merrem i vesh që ti votojmë një pjesë tyre, ose jo, ose po shkojmë zgjedhje, pastaj votohen. Pra, janë pjesë e diskutimit me një fjalë. Po leni hap